الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما يا رب العالمين Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, ndihmë, falë dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë sonte me lejen e Allahut me dersin e 14 të radhës, më përkatësisht me dersin e 5 në kapitullin e namazit. Me lejen e Allahut do të fillojmë në kapitull që ka të bëj me namazin me xhamat. Sheikhu e ka titulluar Salatul Jamaa wal Imama, namazi me xhamat edhe me imam, në farë mënyre, kështu prafërsisht përkthimin. Thot sheikhu, wa hiya fardu aynin lis-salawatil khams 'ala ar-rijali hadran wa safaran. Thot edhe namazi me xhamat thot është farz ain. Farz ain, 5 namazet për burrat, qoftë kur janë vendas edhe qoftë kur janë udhëtar. Do të thot mendimi i shejkut është se namazi me xhamat është obligim. E ka për dietarëve si Sheikh Abdullah Gjibrini që e komenton këtë libër, thot është vajib. Edhe ka për dietarëve që thonë është edhe sunet. Pra është çështje diskutabile, e që shumica e dietarëve thonë që mas pakti që është vajib. Shumica janë ata që thonë se namazi me xhamat është vajib. Që do të thotë që ai që e lën pa ndonjë arsye që më vonë do t'i përmendim kur bjen ose kur është i arsyeshëm muslimani me lën namazin me xhamat, nëse që ato arsye si ka, si pas këtij mendimit i bjen se ai person i cili nuk i ka ato arsye edhe nuk e fal namazin me xhamat është gjunaqar. Kjo për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men sami'a an-nidaa falam yajib fala salata lahu illa min udhrin. Ndërsa ka edhe për dietarëve, sikur që është për shembull për dietarëve bashkohor si Sheikh Fauzani, që thotë se është edhe kusht i pranimit namazit është namazi me xhamat. Duke u bazuar në hadithin që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që e ka ndëgju thirrjen, në rast ezanin është për qëllim, edhe nuk i është përgjigj, atëherë thotë fala salata lahu illa min udhrin. Nuk ka namaz për të përveç nëse ka arsye që më vonë do t'i përmendim. Domethënë nuk është çështja e namazit me xhamat çështje e lehtë për burrat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bis salati an tuqam thumma amura rajulan ya'ummu an-nas. Thot më ka shku mendja, hadithi është muttafaqun alayhi, nga në këtë hadith. Më ka shku mendja me ju thon njerëzve që me e fal namazin, mi i urdhëru me fal namazin, edhe mi au caktu një person që mi u dal aty në imam. Thot thumma antaliqu bi rijalin ma'hum hazmun min hatab. Pastaj më shku me disa burra edhe me mbledh disa rrama, disa drum. Thot ila qaumin la yashhadun as-salah. Më shku te ata burrat, cilët nuk i ndal me fal namazin me xhamat, fa uharriqu alehim buyutahum bin nar. Edhe t'ja u kalli aty në shtëpiat me zjarr. Hadithi është muttafaqun alayhi, transmeton Buhariu dhe Muslimi, domethënë në gradën më të lartë saktësisë. Pejgamberi alayhis salam aq rëndësi i ka jap namazit me xhamat. Ndërsa ata që thonë se namazi me xhamat është sunet e kanë një mendim që bazohet në hadithin ku thot pejgamberi alayhis salam Salatul Jamaati tufaddilu ala salatil fadhi bi 27 daraja. Namazi me xhamat është më i vlefshëm se sa namazi vet ose në shtëpi për 27 gradë, 27 shkallë është më i vlefshëm se sa namazi vet.
Tash këta dietar thonë këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu që namazi me xhamat është më i vlefshëm, ama nuk e ka mohu që ose nuk ka përmend që ai I cili falet vet bën gjuna ose diçka. Mirë po Allah alem, duke u bazuar që të hadithin që përmendëm. Pejgamberi sallallahu ka thonë, më ka shku mendja që më janë kallë shtëpiat aty ne. Ndërsa ka hadith tjetër gjithashtu që është I sigurt, është I saktë, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur mos të kishin pas gratë të tyne, edhe fëmijët e tyne në shtëpiat e tyne ja kisha kallë shtëpiat. Edhe shumë thonë një sahabe që e kanë konsideru gati si munafik ato I cili nuk është dal me fal me xhamat, duke u bazuar në këto hadithe. Sheikh Abdullah Gjibrini thotë se ajo që muj me thonë thotë është namazi me xhamat është vajib, që do thotë ai person I cili nuk I ka arsye që I do t'i përmendim konsiderohet mëkatar nëse nuk del me fal namazin me xhamat. Kjo normal nëse është xhamia afër sa që ndëgjon ezanin edhe ka mundësi me dalë. Pastaj vazhdon shejku thotë wa aqalluha imamun wa ma'mum. Thotë edhe mas pakti që ka mundësi më konsideru xhamat është kur është imami edhe në xhamat. Edhe kjo duke u bazu në rregullat e gjuhës arabe që nganjëherë edhe dyshi quhet shums. Domethënë përderisa është një imam edhe në xhamat, atëherë është për mua xhamati edhe konsiderohet namaz me xhamat, edhe këta persona e arrin shpërblimin e xhamatit inshallah. Edhe largohet për ta obligueshmëria nëse thojmë që lënia e xhamatit është gjuna. Thot wa kullama kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah. E sa më shumë që të ka xhamat, kjo është më e dashur te Allah subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 daraja. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se salati namazi me xhamat është më I vlefshëm se namazi vet për 27 shkallë. Wa qala idha salaytuma fi rihalikuma thumma ataytuma. Ndërsa e përmend gjithashtu edhe hadithin tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka pa dy persona që kanë ardhur në xhami, po që nuk janë fal me këta me xhamat. Edhe pejgamberi sallallahu I ka pyet pse nuk jeni fal me neve, pse s'po falni me neve. I tregojnë pejgamberit sallallahu që e kanë fal namazin në shtëpinë e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka thonë fa salliya ma'hum fa innaha lakuma nafila. Të falë me xhamatin ndërsa kjo ju konsiderohet nafile, ama jo më najt e mos më fal. Ose ajo që keni fal nafile, edhe në këtë rast këto bën një farz. Mirë po, gjithsesi namazin me xhamat me fal. Wa an Abi Huraira marfuan inma ju'ila al-imamu li yu'tama bih. Thot pastaj përmend hadithin tjetër ku thot Abu Huraira radhiyallahu anhu që ka thënë pejgamberi sallam është bon imami, pozita e imamit që të pasohet. Fa idha kabara fakabbiru. Edhe kur ai merr tekbir, atëherë merrni tekbir pas tina. Wala takbiru hatta yukabbir. Mos merrni ju tekbir përderisa ai të merr tekbir, pa mos mungut para imamit. Thot wa idha raka'a farka'u. Kur ai bën në ruku, edhe ju bëni në ruku. Wala tarka'u hatta yarka. Edhe kurse si mos bëni ju në ruku para imamin në ruku. Wa idha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd. Edhe kur imami thot sami Allahu liman hamida, ju thuani rabbana wa lakal hamd. E këto kemi përmend që për xhamatin a me thonë në raj sami Allahu liman hamida apo jo, janë dy mendime dietarëve. Ndërsa shejku ka mendimin që mos me thonë. Në madhhabin Hanbali është mos me thonë heq xhamati sami Allahu liman hamida. Mirë po, me prit vetëm imami, si thot imami sami Allahu liman hamida, xhamati thot rabbana wa lakal hamd direkt. Kjo për shkak se ka faqulu rabbana wa lakal hamd, e që kjo fe në gjuhën arabe do të thonë më një herë thonë rabbana wa lakal hamd. Do të thonë më një herë si ta thot imami sami Allahu liman hamida, ju pason me rabbana wa lakal hamd. Wa idha sajada fasjudu, wa kur bën sejdë ju bëni sejdë. Wa la tasjudu hatta yasjud. Edhe mos bëni sejdë derisa ai të bën sejdë. La tasbiquhu birruku'.
e ka për qëllim mos i paraprini në ruku. Pastaj këtë kjo është vazhdim i hadithit që përmend sheku, prej cilit i kanë nxjerr rregullat e xhamatit kur të lidhen pas imamit. Domethënë, asesi nuk i lejohet xhamatit në asnjë prej obligimeve, qoftë vajxhib, qoftë rukn, me i parapri xhamati imamit, qoftë kur të bjen, qoftë ka të thot tekbirat, edhe qoftë kur të bjen ruku ose sejdë. Pastaj thot wa idha salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'un. Thot pejgamberi sallam, edhe nëse imami falet ulur, atëherë faleni edhe ju ulur të gjithë. Kjo është mesele diskutabile. Hadithin e transmeton Abu Davudi edhe ka bazë edhe në Sahihain, edhe në Buhari, edhe në Muslim. Domethënë që edhe nëse xhamati janë të shëndosh, nuk janë smut, e me pasu imamin në ulje. Për shembull, imami është i smut, saqë nuk ka mundësi me qëndru në kom, i duhet mu fal ulur, edhe xhamati tash e pason në ulje. Mirë po, ky është mendimi i shejkut. Po është edhe mendimi tjetër që nuk ka nevojë xhamati me pasu imamin. E këtu shejku i ka përmend disa hadithe, prej hadithit që ka përmend shejku rahimahullah Abdullah Gjibrini, që e ka shpjeguar këtë libër, e përmend që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fundit e jetës tij është fal ulur, ndërsa sahabët janë fal në kom. Të gjoj hadithin tekstualisht. Po, edhe thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fundin e jetës tij është fal ulur, ndërsa Ebu Bekri edhe Omeri pas tina, edhe njerëzit xhamati tjerë që kanë qenë pas tij janë fal duke qenë në kom. Që do të thotë që nuk e ka obligim xhamati me pasu imamin në ulje. Mirë po, kjo është mendimi i dytë, e që në medhhebin Hanbeli është që duhet me pasu. Edhe nëse xhamati është i shëndosh, duhet më fal ulur sikur imami. Pastaj thot wa qala ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Tash të përmend dispozitat kush me ju pri imam. Thotë ju del imam njerëzve ai i cili e din mas miri librin e Allahut. Thot fa in kanu fi al-qira'ati sawa fa a'lamuhum bis-sunnah. Nëse janë të njëjtë për nga dija e tyre rreth Kuranit, leximit Kuranit, atëherë shikohet se cili prej tyre e njeh hadithin më shumë. Thot nëse edhe në këto thot janë të njëjtë, atëherë shikohet aqdamuhum hijratan, ai i cili është i paraprin tjetrit në hijret. Që ju dini hijreti në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është konsideruar diçka goxha e rëndësishme, edhe ata që kanë bërë hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë konsideruar më të vlefshëm edhe më të fortë në iman se sa ata që kanë bërë hijret pastaj. Domethënë shikohet. Mirë po tash në kohën tonë kjo nuk është që vlen fort. Fa in kanu fil hijrati sawa, nëse edhe hijrat kanë bën të njëjtë, janë edhe në këtë gradë të njëjtë, atëherë aqdamuhum silman au sinnan. Ka thonë, nëse edhe këto kanë të njëjtë, atëherë shikohet cili prej tyre është hyn islam më herët. Ose kanë thonë edhe shikohet edhe mosha. Nëse këtë këto i kanë të njëjta, atëherë ka përparësi ai i cili është në moshë më të vjetër se sa ai që është më i ri. Kjo çdo herë të pas parasysh se në këtë që të rrethona i bjen se ai i cili është provu në islam më shumë se sa tjetri. Edhe për hijret kur përmend, edhe për islam nëse ka pranuar më herët, por edhe në moshë çdo herë i bjen që islam ka të ky më shumë se tjetri. Pra afërsisht për këtu e kanë nxjerr fuqahat që të hukum. Wala yu'minu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Thot edhe wala yaq'ud fi baytihi ala takrimatihi illa bi idhni. Edhe nuk i del imam një burri në shtëpinë e tij, vendin e tij, pushtetin e tij, në burrin e tij ose dikon. Thot edhe nuk ulet një musafir në shtëpinë e dikujt përveç se me lejen e një koçiri, në këtë rast e zotit të shtëpisë. Hadithin e transmeton
e transmeton Muslimi. Thot shejku, wa yanbaghi an yataqaddam al-imam wa an yatarasa al-ma'mumun wa yukammilu as-saff al-awwal fal-awwal. Edhe duhet që imami me dal me ju parapri, me dal përpara, thot edhe me i këshillu xhamatin që me i afru safat, me u afru ndërmjet veti, edhe me u radhit në saf, duke i shiku safin e parë, pastaj dytin e tjerë me radhë. Wa man salla fadhan rak'atan khalf as-saff li ghayri udhrin a'ada salatahu. Thot edhe ai i cili është fal vet në pas safit vet pas safit pa ndonjë arsye, është për qëllim nëse safi i parë është plotsu edhe ka ardhur xhamati edhe është fal vet pas safit parë pa ndonjë arsye, atëherë duhet me përsërit namazin. E këto ka gja shumë e kanë përmend, e kanë diskutu edhe këtë çështje dietar, kur konsiderohet tash a e ka fal ai me arsye apo arsye vet, që kjo është pak problematike mes dietarëve. Disa kanë thonë që nëse safi është i plotsuar për shembull prej murit në mur, sikur këto, atëherë kanë thonë ai arsyetohet që ai mu fal vet, edhe pret si i bashkangjit edhe dikush tjetër. Disa tjerë kanë thonë jo, kanë thonë urdhërohet, obligohet me prek personin që është në saf parë, që ai më shtyni 2 hapa përmas edhe me rreshtu me ta. Mirë po, nëse si ka praktikuar asnjëri në peshë tyne, edhe veç është fal, atëherë ka hadithe që pejgamberi selam i ka urdhëruar sahabit që kanë bën një veprim tillë me përsërit namazin. Kështu që do të me qenë kujdesshëm, është më mirë ndoshta me prek dikon që mu kthy përmas që me vazhdu namazin me ta. Dietarët kanë fol gjatë. Mirë po, pejgamberi selam ka thonë la salata li munfaridin khalf as-saf. Nuk ka namaz për ato i cili falet vet pas safit. Hadithi është i saktë. Për atë është çështje ka e rrezikshme nëse dikush falet pa ndonjë arsye në safin përmas falet vet. Ndërsa ka hadith tjetër që pejgamberi selam i thot një sahabiu hala iltamasta furjatan. A nuk i shiku me gjet një, mi thonë të na, shqip një birët, një farë mënyrë me ngushtu safin e farë, edhe më fut ti në mesin e tyne, mos më nejtë më fal vetë. Më thonë mi përvu tana mundësit, më kurse si më fal vetë. Wa qala Ibn Abbas, salajtu ma nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lejla, fa qumtu an yasarihi, fa akhadha bi ra'si min warai, fa ja'alani an yamini. Tash, nëse falet veç imami edhe një xhamat. Ka më dal xhamati ka imami, xhamati del në anën e djathtë të imamit. Ibn Abbas radiallahu anhu ka qenë i vogël e dini, ka qenë pejgamberi selam të fal, i ka shkuar dhe ju ka bashkangjit Ibn Abbasi. I ka dal ka ana pejgamberi selam ka ana e majt. E ka marrë pejgamberi selam për kokë, edhe ka kthyer anën e tij djathtë. Kjo është argument që ai i cili falet vet me imamin duhet më dal ka ana e djathtë e imamit. A nëse janë 2 e 3 edhe s'ka mundësi me bë saf dytë, saf tjetër, atëherë bën mi dal 2 knej, 3 knej, nuk është problem. A nëse është veç me një person, duhet anën e djathtë. Wa qala idha sami'tumul iqamata famshu ila as-salati wa alaykum as-sakinah. Thot pejgamberi alayhis salam, edhe nëse kur ta ndëgjani ikametin ose ezanin, dyjat kanë mundësi me qenë për qëllim, atëherë ecni për tek namazi me qetësi. Wala tasra'u, edhe mos shpejtoni. Fama adraktum fasallu. Edhe ato që e arrini, atë sa arrini, falni. Wama fatakum fa atimu. Edhe çka ju ka ik e plotësoni. Që do të thotë që mos u ngutni asnjë qetë, mos më mushfrym, ecje mesatare, ato që arrini, nëse keni arri krejt, japni selam me imamin. Nëse ju ka ik diçka nga namazi që e kemi përmend, që recati arrihet me ruku, atëherë ajo që ju ka ik plotësoni.
Ndërsa në hadithin e Tirmidhiut, idha ata ahadukum as-salata wal imam ala halin falyasna kama yasna'u al-imam, edhe këtu e ka për qëllim nëse dikush prej xhamatit i vjen ndërsa e gjen imamin duke u fal me xhamat, atëherë le të bashkangjitet edhe le të vepron ashtu siç vepron imami, e që është për qëllim, pastaj edhe me disa hadithe të tjera e vazhdon prej aty ku është, nëse e fsheh që i ka ikë ndonjë rekat, atëherë e plotson. E që është për qëllim edhe tjetra, në çfarë do gjendje që të është imami, është mirë me njëherë me u bashkangjit. Jo për shembull, nëse është në tehijat, që e zakonisht bëhet na, tash e pret apo jap selam apo jo. Kjo është gabim. Sidomos nëse është në xhamia, sikur në xhamia tona, që zakonisht nuk bëhet xhamati i dytë, duhet me u bashkangjit imamit, edhe nëse e din se është tiknu salavatet pak për më jap selam. Ti inshallah e nxan shpërblimin e xhamatit. E që tjetri gabim që bëhet, për shembull është imami të bëj sejdë. Tash xhamati vjen nuk e din as në cilin rekat është. Thot hajde thot se për pras, derisa ti kryen dy sejdë, tash çohet ose nalën te jat ose çohet në rekatin e ardhshëm që i vjen. Edhe e pret derisa të çohet. Jo, edhe nëse është në sejdë më një herë në sejdën e parë ti bën sejdën me ta. Domethënë ashtu në cilën gjendje ta gjoni imamin, ashtu ju vazhdoni me ta. Jo me prit që ai me kry një rukën ose dy. A nëse të ka ikë rkuja, ajo kuptohet, nëse të ka ikë rkuja që ti recati, kuptohet që çaj recat ka ikë. Mirë po ti nxani spakull që ton sejdë ose tehijat ose çka ka me çka është duke vepruar derisa të çohet në recatin tjetër. Kjo sa i përket namazit me xhamat. Ndërsa shejku vazhdon në kapitullin tjetër, thot namazi i atyre të cilët kanë arsye. Thot wal maridu yu'fa anhu hudurul jamaa. Edhe i semuri arsyetohet nga prezenca e tij me xhamat. Që përmendëm më herët që thamë se namazi me xhamat është vajib. Ai i cili e lën pa ndonjë arsye konsiderohet mëkatar. Në bazë të kësaj vjen që i semuri që ka smundje edhe nëse ai shkon atëherë i shtohet smundja ose s'ka mundësi për shkak të smundjes tij më shku, çfarë do rrethona qoftin që namazi i tij me xhamat ja shton smundjen ose ja vështirëson udhtimin ose çka do, atëherë ky person i tillë lirohet prej obligimit namazit me xhamat, falet në shtëpi, edhe në bazë të disa haditheve që janë, që shejku si ka përmend, po i kanë përmend dietarë të tjerë në libra të tjera, nëse ka qenë që vazhdimisht ka prezantuar në xhami. Mirë po, e ka sprovuar Allahu me një smundje, dhe s'ka mujt, inshallah, i shënohet sikur se është i fal namazet me xhamat. Për shkak të niyetit të tij, se sikur të ishte i shëndosh, ai do të falej me xhamat. Kështu që i tilli arsyetohet. Pastaj kategoria tjetër, wa idha kana al-qiyamu yazid fi maradihi salla jalisan. Thot po nëse ky person ka shku në xhami edhe pse ka pas smundje, po ka pas mundësi me shku. Thot mirë po nëse qëndron në kom, atëherë i vështirësohet smundja e tij, atëherë falet ulur. Fa in lam yutiq fa ala janbihi. Nëse s'ka mundësi, atëherë edhe shtrir. Li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam li Umran ibn Husaini, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janb. Pejgamberi sallallahu i ka thonë Imran ibn Husajnit, falu në kom. Nëse s'ki mundësi në kom, atëherë ulur. Nëse s'ki mundësi ulur, atëherë falu edhe shtrir. Wa in shaqqa alayhi fi'lu kulli salatin fi waqtiha falahu al-jam' bayna adh-dhuhri wal-'asri wa bayna al-'isha'ayn fi waqti ihdahuma. Nëse i vështirësohet gjendja edhe s'ka mundësi me i falë se cili namaz në kohën e vetë, atëherë edhe le t'i bashkon ato. Është për qëllim drekën e ikindin sikur se udhëtari në njënin prej vakteve, edhe akshamin edhe jacin në njënin prej vakteve. Tash në cilin vakt me i bashku,
Abdullah ibn Gjubrini thot, fel jendhur arfaq bihi, le ta shikon ajo cila i përshtatet edhe i vjen ma lehtë atij. Do më thonë vllazni, ai i cili ka smundje, sa që smundja ati ja vështirëson faljen e namazit, se cilit namaz në kohën e vetë, i lejohet me i bashku namazet sikur që i lejohet udhëtarit. Kur me i bashku, tek me i bashku, atëherë shikon në cilën gjendje i përshtatet atij. Nëse i përshtatet për shembull me prit dreken, edhe me fal dreke i kindin kohën e ikindis, i fal dreke i kindin kohën e ikindis. Nëse i përshtatet me i fal në kohë dreke i kindin kohën e drekes, i fal dreke i kindin kohën e drekes. Nëse i përshtatet me fal akşam e yatsin kohën e yatsis, vepron kështu, ose në kohën e akşamit 2 javë vepron kështu. Kjo nëse është i smund edhe smundja e tij ja pamundson ose ja vështirëson shumë faljen e namazit, se cilit namaz në kohën e vet. E kjo me argumente të shumta që mos t'i përmendim, e që edhe një mesele që e përmend në Fusnot Shejku, që xhamati, imami duhet me pas parasysh kur falet me xhamat. Duhet me pas parasysh mënyrën e namazit edhe zgjatjen e namazit. Duke i përmend disa hadithe. E dini, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal me xhamat. Prej atyne që i fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u edhe Muadhi. Muadhi e ka fal namazin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj u shku te fisi vet, ja u ka fal edhe aty në namazin me xhamat si imam. Mirë po kur ka shku atje e ka zgjat namazin shumë. Sa që ka pas për tyne që i nanku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e i kanë thonë, o i dërguar i Allahut, ka për neve që janë bëjq që punojnë tan ditën. Ndërsa ka ardhur Muadhi te na edhe e ka zgjat namazin me surën El-Bekare. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e turidu an takuna fatanan, apo don që më kon fitnexhi o Muadh, qysh ti xhamatin ja u ke zgjat me surën El-Bekare. I ka thonë, ka transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë me i fal me surët gjuzit fundit që zakonisht praktikohen te na. Surën Duhash, surën Shams, surën Lejl, që janë gjysfaqe për afërsisht. Domethënë këto do të më pas parasysh çdo herë imami e ka transmetime të tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ejuhan nas innakum munfirun faman salla bin nasi falyukhaffif. O ju njerëz, mos u bëni njerëz që i largoni të tjerët. A ju është drejtu imamau. Njëhani mos u bëni ju shkak që mi largu xhamatin. Thot mirë, po kur ta falni namazin me xhamat, atëherë keni kujdes edhe falni falyukhaffif, domethënë falni namaz sa më të lehtë. Sepse prej atyre që falen pas jush ka që janë udhëtar, ka që janë të semur, edhe ka që janë njerëz me nevojë. Domethënë do të më pas parasysh për shkak se o xhamat, dy prej tyre më kanë çit gjendje, atëherë i mjafton si në një mënyrë imamit si qërtim që më bën nervoz ata ose më u vështirësu namazin e tyre. Kështu që është mirë me pas parasysh. Për atë e keni pa vllazni, nganjëherë unë e di që ka për vllaznive që pak kanë qef më zgjat namazin. Mirë po, namazin me xhamat në esencë nuk do të më zgjat shumë. Ju e keni pa edhe në qabe. Kështu një video ose disa për vllaznive edhe në kon. Rall knohen suret përveç në Ramazan, namaz natë në Taravi, ma shumë se sa gjysfaqe në rekat. Ose ka për sunetit normal, surën Sejdë dhe surën Insan, namazin e sabat, ditën e xhumat që janë përjashtime, mirë po në përgjithësi gjysfaqe maksimumi një faqe në rekat. Namazin me xhamat nuk duhet të zgjatet shumë. Është namazi natës, namazi vullnetar, kush dën me zgjat tani sejdë sa dën. Thot wa in shaqa alayhi, po e përmendëm këtë mesele, tash unë i kom nda edhe disa pika që shejku nuk i ka përmend, jo mundu me mbledh për një dietar është i Saudis, Abdussalam Shuair, i përmend edhe disa pika tjera kur besimtarit i lejohet ose arsyetohet lënia e namazit me xhamat. E thot as-salat bi hadrati at-ta'am, që e kem përmend më herët që shejku ka mendimin që është mekruh. Namazi
ose besimtarit i lejohet lënia e namazit me xhamat nëse është në prezencë të ushqimit. Të rreth ezani shtrohet sofra. Atëherë pejgamberi selam ka thonë nuk ka namaz në prezencën e ushqimit. Me qit hadith ka argument që ati i lejohet me hangër bukë e mos më shku në xhami. Do thonë çka. Tjetra thot pejgamberi selam la salate bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'u anil akhbathan. Nuk ka namaz në prezencën e ushqimit edhe nuk ka namaz në presionin e dy nevojave, qoftë nevojës të madhe, qoftë nevojës të vogël. Nëse është në presion dy nevojave, s'ka mundësi, janë rrethonat, s'ka mundësi, atëherë bjen namazi me xhamat derisa ai të çlirohet. Kjo me hadith. Pastaj nëse i rrezikohet mjeti i udhëtimit që fuqahat e kanë përmend çdo herë atëherë me kafsh. Për shembull e ka lidh devën, e ka lidh kalin ose diçka kafshën e tij, e që i rrezikohet që nëse e lën, e shkon më fal me xhamat, ka mundësi ja vjedh dikush ose i hup ose ja lëndon diçka ose dikush, atëherë bjen obligueshmëria e namazit me xhamat. E që tash në kohën tonë bashkëkohore kemi mundësi me llogarit këto me mjetet të cilat na përballemi, e din se kerri jot, vetura jote është në rrezik ose diçka, atëherë qëndron aty dhe nuk e fal namazin xhamat në raste të caktuara për shembull. Ose friksohesh që mos po të humb pasuria ose ta dëmtohet pasuria ose diçka, bjen obligueshmëria e namazit me xhamat. Ose je punëtor, e kam përmend fuqahaja, te dikush ti je i nevojshëm, edhe je punëtor te një person i cili nuk të lejon ty me dalë më fal me xhamat. Mirë po ti je i nevojshëm, do të më pas parasysh këtë, ose dikush ka mundësi mi zgjedh 3 puna, tash njënën prej tyre e ndalon shefi më shku me fal namazin me xhamat, dy tjetër bullakia se ka problem, ky nuk arsitohet vllazni. Arsitohet nëse ai është i nevojshëm, s'ka punë tjetër, varet prej çasaj pune, e çaj shef nuk e lën më shku me fal namazin me xhamat, atëherë arsitohet inshallah. Domthon përderisa ai ka kërku mundësi tjera. Pastaj e kam përmend fuqahaja nëse friksohet që i vdek e shoqëruesi i tij. E këtu ka raste caktuar që ka mundësi ose në udhtim ose në spital ose dikon që ky është në kujdesin e tina, e nëse ky e lën i rrezikohet jeta e tij, atëherë ky në këtë rast rrin edhe nuk e ka obligim namazin me xhamat. Edhe tjetra është nëse ka hangër hudër ose qep. E që tash tani i leti i kësaj, shkaku i saj, tash pejgamberi selam ka thonë kush ka hangër hudër ose qep, mos t'i afrohet xhamive tona. E që dietarët e kanë përmend shkaku i kësaj është era e keqe që ka mundësi me një mënyrë me e gërdit ato që falet afër teje. Dietarët kanë thonë përderisa një person e ka qet erë te hudrës ose te qepes, atëherë e gërdit ose e irriton ato që është afër, ai nuk e ka obligim me dal namaz me xhamat. Tash kjo nuk do të thonë që dikush qëllimisht me hangër kepet veç për mos me dal xhami. Mirë, po tu ka bë puna e ki hangër, atëherë ma e rëndësishme është mos me irritu njerëzit se sa me dal me fal namazin me xhamat. Au matarin wa nahwu, ose ka shi, është shi aq i madh sa që lagët shumë, atëherë nuk e ka obligim me dal me fal namazin me xhamat. Ose i friksohet dikuj prej armiqve ose pushtetit ose diçka sikur që e kanë përmend dietarët më herët, ka pas për dietarëve që i kanë në burg shtëpiak, si Imam Ahmed ibn Hanbeli, për shembull një kohë caktuar. Ka për tyne që i kanë burg shtëpiak, po ja kanë leju namazin me xhamat, mos më fol me kërkon. Ka për tyne që i kanë burg shtëpiak, mos desh më fal veç mena. Atëherë i bën inshallah obligueshmëria namazit me xhamat. Ose nëse është borxhli, saqë nëse del, e kam përmend fuqahaja, nëse del në xhami ju friksohet atyne që ju ka bërsh, atëherë edhe në këtë rast bjen inshallah obligueshmëria e namazit me xhamat.
Më thonë një ka brojzli 4-5 vllaznive këto. E din që nëse del me fal namazin me xhamat, ata ja lypin ose i bojnë presion ose diçka, atëherë inshallah është i arsyeshëm. Domethënë që to janë përgjithësi raste që i kanë përmendur fuqahat që bjen obligueshmëria e namazit me xhamat. Wa kadhalika al-musafir yajuzu lahu al-jam', thot ndërsa edhe musafirit i lejohet që me e bashku namazin. Tash dolëm të namazi i udhëtarit që është për meseleve ma diskutabile që mas shumti pyeten hoxhallarët edhe që mas shumti ka mos pajtime, ka hotin mesin e xhamatit e çka duhet thuj. Sheku shumë pak ka folë, thot veç musafirit i lejohet që me bashku i lejohet edhe me shkurtu, nuk ka folë më shumë. Po unë pak i kom ledh disa mesele që është mirë mi pas parasysh. Kur konsiderohet personi udhëtar? Me çka konsiderohet udhëtar? Sa është koha e tina për më konsideru udhëtar? Edhe qysh mi apo, a me i bashku namazet, a veç mi i bashku, a me i bashku e mi shkurtu, a qysh e tek? Mas pari te se ka njëherë nuk e di as ka e ndalë, vallaj disa fetva që ka shumë lehtësime të çështja e udhëtarit që i shoh disa vllaznisin nuk e di vallaj ka i kanë marrë. Unë për veti nuk e di. As nuk i kam të lexuar, as nuk i kam ndëgjuar. Vjen pipe na 7:20 është në gjendje me bashku namazin e që unë s'e di ku e ka atë argument. Për veti nuk e di. Çka thot shejku? Thot udhëtim është ai i cili arrihet vetëm se nëse ka vështirësi, ka mundim, me shaka edhe kulfe. Disa për ty në kanë thonë, se tash është çështja a jeti udhëtar asje, është pak diskutabile në mesin e dietarëve vllazni, kjo se disa e kanë përcaktu çështjen e udhëtarit me kilometra, me 80 e përpjet. Disa pak më pak, disa 80, 85, 90, qështu. Ku e kanë marrë që të përcaktim? E kanë marrë hadithin që pejgamberi alayhis salam ka thonë: La yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin, illa ma'a dhi mahramin. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk i lejohet gruas me udhëtu në distancë sa një ditë dhe natë përveç se me pas një mahrem, një kujdestar me veti. Tash, ka pas për sahabive që e kanë marrë qëtë hadith. Edhe e kanë matë distancën sa ka mundësi dikush me bon brenda një natë edhe një dite. Kanë arë në përfundim që është dikun rreth 80 kilometra. E përpjet 81, 85, varsisht tash, mirë po në 80 nuk bjen. 80 e përpjet për afërsisht të sillen mendimet e dietarëve. E shumë prej sahabive kanë jap fetva me çdo. Kanë thonë kush i bën 80 e përpjet kilometra, atëherë konsiderohet udhëtar. Domethënë çdo kilometra se dikujt i doket absurde kështu, i kanë marrë për çiti hadithit. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndalu gruan me udhëtu ma shumë se sa një ditë dhe një natë. Tash kur e kanë motë sa ka mundësi me udhëtu një ditë dhe një natë, ju ka dalë për afërsisht 80 kilometra. Mirë po kjo s'është të gjithë dietarët. Hanefit e kanë to, edhe me dhejbi Hanbeli shumica e kanë me kilometra. Ka për dietarëve që thojnë me kohë, sikur që është Sheikhul Islam Ibn Taymije. E që thot kilometra thot s'kan kur farencije, mirë po thot ka koha. Thot kohën e ka për shembull një ditë e gjysë. Pa mërë parasysh tash sa kilometra i bone. Po ti udhëtove një ditë e gjysë, atëherë je udhëtar. Edhe nëse i ke bën më pak se 80 kilometra. Kjo të pas parasysh mjetet, kushtet që atëherë kanë pas mundësi me qenë. A mendimin që më arë prej peje një stage me shkurtu, unë s'kom mujt me gjithë kërkon. Ndash i kom ngu plët djetarë bashkohorë.
edhe e mundu me lexu me ato temën sa kumujt. Edhe me ngu, edhe mendimin ashta më i lehtë që mundesh me marrë është që thojnë konsiderohet i udhëtar sipas tradite. Ha? Po a konsiderohesh me traditë i udhëtar, marr pipe në stok. Po që kjo tash, ti këshyre për shembull Sheikh Albani e kanë qito, edhe për Sheikh Albanit e kanë marrë. Une qëllimisht e ngova dhe Sheikh Albanin. E përmeni nuk e di në vendin ku kanë të ligjeru. Sheikhu ke të shpiku. E përmeni, po nëse do të i tha prej këtu, i tha e nirë bid. Kur e përmeni ata nxoncat e ti atë, dëllë mi pas 80-90 km për afërsisht Irbidi për i vendit ku ke Sheikhu. Në Siri, dikun. Të mojë që të ligjerat, Sheikhu tha, po tha ti nëse shkon e vjen, tha shpejt, tha mu është me thonë, tha me tradit, ose me orf, konsideron e autar, tha jo. Sheikhu tha jo, atëherë tha nuk e bashkon, tha as nuk e shkurton. Ta shti këshyre të na, vjen për shembull, unë e di që ka dhe gjallarë fatkeqësisht, po Allah alem tash, s'kam drejt më folë kur gjohë për ta, po mendoj si nuk e kanë studiu mirë meselen. Më arë për Mitrovice me shkurtu namazin, më nejse jo shumë gabim. Mi thonë ati hoqës, a jenë gjendje ti nëse vjen mrena namazit, mrena agjerimit, Ramazanit. Me prish, vjen për Mitrovice një stëgë, a e prish agjerimin. As një për ty nëse prishin agjerimin. E tash ti, nëse të lejohet me shkurtu, nëse të lejohet me bashku namazin, të lejohet edhe me prish agjerimin. Kështu që është, menoj se e kanë lehtësu ma shumë se sa duhet. Ani që po thojmë në orfen, që s'po marrim në konsiderat kilometrat heq. Mirë po ti tradicionalisht më arë për i peje një stag. A konsiderohesh udhëtar? Jo. Sidomos me mjetet sotit s'ka kur farë mundesh më anë rana dite, bile Sheikhu e përmend prej Gjiddes në Mekë, kush u shku në Umre, aeroporti që është në Gjidde. Deri në Mekë janë 90 kilometra. Thot nuk i kemi konsideru, thot dietarët e Saudis, persona që kanë udhëtu prej Gjidde në Mekë, udhëtar kur. As nuk ju kanë jap fetva që me shkurtu namazin as me bashku. Kjo për shkak se konsiderohen gati si të njëjtit vend. Domethënë nuk është çështje e lehtë, hajt po shkoj për një vend tjetër e bashkojmë. Jo, nëse shkojmë për një vend tjetër, do të më pas ti vështirësi, do të më pas kohëgjat distancë, kohëgjat hjeka, më konsideru udhëtar, jo veç sot ti që distancë bën për një kohë shumë të shkurtër, shkojnë vjen disa herë venda dite. E këto thot Sheikhul Islam. Domethënë që udhëtar ti nëse ke udhëtu një ditë e gjysë. Çka ke udhëtu më pak si kjo, pa marrë parasysh po sa i ke bë kilometrat hiç nuk i udhëtar. Domethënë që kjo sa i përket kush konsiderohet udhëtar. Tjetër, tash sa jeti udhëtar, edhe kjo është shumë diskutabile. A 3 ditë, a 4 ditë, a 10 ditë, a 19 ditë, edhe kjo nuk unë s'kam mundësi m'ja ngul gurin kësaj mesele vllazni. Mirë po, Allah alem ajo që ka për veti, po them, më ka flajt në zemër, deri 19 ditë inshallah me lejet Allahut, nëse i bashkon namazet dhe i shkurton nuk është problem. Kjo duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Tebuk, që ka qëndru 19 ditë edhe i ka bashku namazet, i ka shkurtu. Mirë pa ka për dietarëve që thojnë 3 ditë, ka për tyne që thojnë 4 ditë, ka për tyne që thojnë edhe 10 ditë, normal se cili ka argumentet e veta. Mendimin me 19 ditë e përkran Imam Buhariu rahimehullah. Edhe disa sahabi tjerë, dietar tjerë. Domethënë, brenda qisaj kohe, atëherë shkurton në bashkon. Në momentin që të kalojnë 19 ditë, atëherë ti konsiderohesh mukim, konsiderohesh vendas në qatë vend, edhe do të me vazhdu me i fal namazin normal të plotë edhe në kohën e vetë. Përveç një rast caktuar e kam përmend dietarët, një rast që nëse personi ka shku për shembull me qëndru 15 ditë. Mirë po ju ka bë puna, nuk ka kry punë, edhe mas 15 ditëve, qoftë edhe mas 20 ditë, edhe mas 30 ditë, atëherë ky konsiderohet udhëtar. Për shkak se ky nuk e ka vendos qëllimisht më qëndru më shumë se kaq. Domthonë përderisa ai nuk ka mujt më kry punë mëna çësoj kohe, mirë po i ka dalë një punë që më u vazhdu, mirë po ka prit që si ta kryjnë punë kthehet, atëherë ky konsiderohet udhëtar edhe nëse e kalon 19 ditëshin. Kjo, në përgjithësi sa i përket udhëtarit. Çka i lejohet udhëtarit? I lejohet udhëtarit
me i bashku namazet, i lejohet me i bashku edhe me i shkurtu namazet. Te çështja e bashkimit dhe te çështja e shkurtimit. Edhe kjo shumë kanë folë dietar shumë për ta. Po mundona me shkurtu. Kur me bashku edhe kur me shkurtu. Te çështja e shkurtimit nuk është problem, e shkurton çdo rast. Mirë, po te çështja e bashkimit këtu është pak më e rëndësishme. Me bashku vllazni i bashkojmë namazet atëherë kur përveç se kemi seferin, udhëtimin, distancën, e kemi edhe meshakkan, edhe vështirësinë. E që dietarët e kanë përmend, ti i bashkon namazet edhe i shkurton nëse je gjatë udhëtimit. Nëse je gjatë udhëtimit duke udhëtu, atëherë edhe i bashkon edhe i shkurton. Mirë, po në momentin që ti je nal në vend, je ke poshu, ki ko tash je rahatun në farë mënyre, atëherë vetëm i shkurton edhe e fal secili namaz në kohën e vet. Për shkak se ti e ki seferin, po se ki meshakkan, e ki udhëtimin, po se ki vështirësinë. A nëse i ki dyat, edhe udhëtimin e vështirësinë, edhe i bashkon, edhe i shkurton. A nëse i ki veç udhëtimin, atëherë veç i shkurton, mirë po nuk i bashkon. Kjo është që e kanë përmend që të mendim e kanë usulistat zakonisht, edhe plot për dietarëve bashkohor, që mu për veti, kjo më doket më e thjesht me kuptu edhe më flan në zemër. Domethënë, e shikon udhëtimin edhe e shikon vështirësinë. Nëse i ki dyat, edhe je gjatë udhëtimit, edhe po ki vështirësi, që do të thotë je gjatë udhëtimit, nuk je nal më poshu, e bashkon edhe shkurton. Në momentin që je shku i rahatu, atëherë e fal secilin namaz në kohën e vet, duke e shkurtu. Edhe a është më mirë, edhe një mesele që do të më pas parasysh, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet për xhamatin, për udhëtarin i cili falet pas imamit. Ka thonë pejgamberi sallam, jutim hije sunne. Është pyet, për shembull, jemi të fal që tash namazin me xhamat. Edhe vjen dikush udhëtar. Na jemi namazin me yacis. Jemi në rekat sa u qumë në rekat tretë. Çka më bota tash ai? Ai lejohet atij mi fal veç dy rekate me neve, masi ajo është udhëtar. Veç dy rekate me neve, edhe më jap selam me neve, jo. Në momentin që ai ka marrë tekbir mas imamit, ai i merr të gjitha dispozitat e vendasit. Edhe është lidh namazin e yacis, e plotson në fal yacin 4 rekate. Domethënë, në momentin që udhëtari lidhet pas imamit vendas, atëherë do të i merr dispozitat e vendasit. Këto do të më pas parasysh. Se kesh kuptohet, e fatkeqësisht ka pasur për talebeve, kur jemi kanë në udhëtim, që e kanë shkurtu gabimisht. Janë lidh mas imamit, imami për shembull e ka qenë vendas, e ka fal namazin 4 rekate, ky mas ti 2 rekate. Jo, në momentin që ti e lidh, atëherë ti do të më fal 4 rekate. Wa yusannu lahu al-qasr lis-salah ar-ruba'iyya ila rak'atayn, edhe është sunet për të, domethënë me e shkurtu namazin 4 rekatesh në 2 rekate. A është më e preferuar me shkurtu a me fal të plot? Kjo kthehet nganjëherë prej situatës që është dënë personi, e që shumë për dietarëve thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna Allaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu. Allahu dënë që robi i tij me i marr me i praktiku lehtësimet e tij, e që është domethënë vjen përfundim që është më e preferuar me i marr lehtësimet. Edhe nëse ki mundësi ti me fal namazin në kohën e vet, namaz të plot, atëherë pasi që ta ka leju Allahu subhanahu wa taala, është më e preferuar me e marr lehtësimin, e që ka për dietarëve që thonë varësisht ç'është të shërobi, mirë po e rëndësishme është që ty të lejohet me bashku, është sunet e preferuar, cilën do mundsi. A nëse e fal në kohën e vet, edhe nuk e bashkon, edhe nuk e shkurton, nuk e bë gjuna, këto do të më ditë, është çështje e lejuar, edhe është lehtësim që Allahu ja ka lehtësu, edhe e përmend të çështja e udhëtimit që i lejohet që na kemi përmend inshallah të namazit që shkoj gjatë,
i lejohet edhe prishja e agjerimit të udhëtarit, edhe thot wa tajuzu salatul khawfi ala kulli sifatin salaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, edhe lejohet me e fal namazin e frikës me të gjitha ato transmetime që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ky në fusnoti përmend dikun 6 namazi i frikës. Ka shumë transmetime që janë edhe më shumë se 6 mënyra se si e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e frikës, kur dikush friksohet për armikut ose diçka, e që kogja janë të zërshme mi kuptu. Imami e formon xhamatin me 2 safa, e marrin tekbirin fillestar bashk, kënojnë elhamin, surën, binë ruku bashk, qohen për rukuje. Pasi që të qohen për rukuje, safi i dytë rren edhe nuk lëviz, rren kom. Jemi të folë për namazin e frikës. Imami bashkë me safin e parë i bën 2 sejdë. Këta tash safi i dytë janë të prit në kom. I bën 2 sejdë, qohet për në rekatin e dytë. Kur qohet në rekatin e dytë, safi i dytë tash i bën 2 sejdë, edhe qohet edhe në rekatin e dytë. Kjo çdoherë është qëllimi, i kësaj me kuptu, që është për qëllim që një pjesë e xhamatit më fal, pjesa tjetër më qenë gjendje gatishmërie që me përcjell armikun. Ka transmetime që janë fal bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një pjesë ka kibla, e një pjesë tjetër janë fal ka armiku, domethënë as nuk e kanë kthym prej kiblës. Kjo e kemi fjalën në raste emergjente kur armikun e ki përpara, bjen edhe kushti i kthimit ka kibla. Mirë po në raste të caktume. Pasi që tash edhe safi i dytë është qu në rekatin e dytë, atëherë ata kalojnë në safin e parë, pjesa e safit e dytë kalojnë në safin e përmas, edhe njëjtë e falin edhe një herë xhamati me këtë safin e parë, e fal rekatin e dytë njëjtë. Kur ata binë tehiyat, pastaj safi i dytë edhe ata i bojnë 2 sejdë, binë tehiyat dhe japin selam tan bashkë. Që kjo është një prej mënyrave që janë më shumë se sa 6 mënyra që me fal. Si me fal namazin e frikës, e që kjo ka argument në raste të caktuara, ndërsa thot shejku wa idha ishtadda al-khawfu sallu rijalan wa rukbanan ila al-qiblati wa ila ghayriha. Thot edhe në qoftë se ju është shtu shumë vështirësia e frika e këto raste emergjente që kanë mundësi me ndodh dikuj, atëherë falni namazin, në qoftë edhe nëse jeni të hypur mbi mjete, qoftë edhe nëse jeni duke udhëtuar në kom, në qoftë se edhe jeni ka kibla ose jo ka kibla, mirë po kurse si namazin me lan, thot edhe në qoftë se edhe s'keni mundësi me ra në ruku heq, ose në sejdë heq, atëherë veç bëni me shaj. Pak qështu me trup. Nëse as me trup s'ki mundësi, ka thonë dietarët, edhe vjen gjendja sa që me sy e mshel synin pak, bën ruku, mshel synin më shumë, konsiderohet sejdë. Domthonë më bën me isharet se e ke fal, e ke bë rukun ose sejdën. Mirë po, në asnjë mënyrë namazin me lan. Wa kadhalika kullu khaifin ala nafsihi yusalli ala hasabi halihi wa yaf'alu kullu ma yahtaj ilayhi fi'luhu aw haraba aw ghayruhu. Domethënë çdo kush vepron kështu në varësisht për situatave tina të caktuara që ka mundësi mos provu me to. Thot edhe e përmbyll me këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kur unë ju urdhëroj juve për diçka, atëherë kryeni ato aq sa keni mundësi, e që e ka për qëllim shejku me i zbatu qëto aq sa se cili për neve ka mundësi, tash se cili e këshyrë zemra e vetë që ka i thot, në cilat rrethona është përball, i praktikon lehtësimet. Mirë po kur se si mja leju vetit më marë lehtësim pa bazë. Qëto në vllazni du të me pas parasysh, e edhe kur e ndëgjani një lehtësim, shpesh herë është mirë, qoftë ai edhe hoxh m'ia pyet argumentin. Për kujet e marrti që të lehtësim. Se çuçi kem përmend edhe të mestet, edhe të çështja e altarit. Ka një herë del një fetva një hoxhës, që ka mundësi edhe prej hoxhës më kanë e pamatum, po edhe ka mundësi që hoxha ka pas mirë, po xhamati e kesh kupton edhe përhapet sa që as nuk e din ka kanë marrë edhe as shumë mirë lehtësime sa që mendja që merr.
Një shembull për përmendje edhe për përfundoj, në Minna për shembull, çështja e Minnas, inshallah kemi përmend kur vim te haxhi, po Bashkia Islame te na kohëve të fundit nuk merr shatora hiç me qëndru në Minna. Për shkak se qëndrimi në Minna në haxh, me dhëbin Hanefi është veç sunet. Që do më thonë që nëse hiç nuk qëndron, haxhi është i plot edhe s'ka problem hiç. Me dhëbin Hanbeli e Shafii të shumica dietarëve është vajib. Që do më thonë do të më prej kurban nëse ti s'kinajt në Minna hiç. Bashkia Islame në përgjithësi e Kosovës, Shqipërisë, Turqisë, një pjesë e madhe që kanë me dhëbin Hanefi nuk rrin hiç në Minna. Tash haxhit ton dohen nga njëherë në mendime a më shku, a mos më shku, qysh mos më shku, mos po qëndrojnë pa haxh, edhe një pjesë ja grojnë kryin veti, një pjesë marrin fetvat të xhallarëve kamujnë gjithçysh, edhe hotohen tash njerëzit. Tash hoxha Ekrem në haxhin e fundit që më kanë dhënë, domethënë në vitin 2024. Nëse s'ka bëj ose 2023. To e pas parasysh që Bashkia Islame s'ka marrë shatër në Minna. Disa për pleqve ju ka thonë që rrini ju në hotel, inshallah Allahu ka më jau shkru si kurse ini të qëndru në Minna. Për shkak se na s'kemi shatora Allah. Ti si je obligum tash haxhia plak 60 vjet më shku në Minna, s'ka as ku më najt rrugë natën. Edhe çka më një herë të nestrit ja nesin haxhit të thonë, s'kish nevojë më shku në Minna se hoxha na ka thonë që çto rrin në hotel konsiderohet si në Minna. Dhe çu keq kuptu. Dhe hoxha ju dha fetva një pjesë që mos shkoni masi ju nuk e keni vendin, inshallah arsitoni, ama jo tash më thonë të qëndru ju në Minna, konsiderohet sikur si ti në Minna, a Minna e ka kufin edhe 3-4 kilometra më larg. Më thonë, ka herë për hapën dë fjalë ose dë fetva të xhallarëve në xhamat, sikur që është edhe te mestet për shembull, që fatkeqësisht kogja është e përhapur. Te qerapat e kem përmend atë holla atrash ajo s'po du më hi. Mirë po edhe nëse nuk i mblan zog të kom siç. Nëse është qerap shumë e rëndom të thjesht që janë dë që nuk i afrohen bile zogut koms, bën më jap mes. Pse vici mathet ajo. S'ka argument që këto kushte që kanë qenë dietar janë argument, nashta argumente decisive s'ka, po mjafton që çit mesele janë bashku 4 mëdhëvet. Unë zguxoj më dal pi tyne. Kështu që vllazni është mirë me qenë sa më të kujdesshëm në lehtësime. Me kërku argumentin, me u interesu, me mësu meselet atë sa keni mundësi, që ashtu që përmeni shejku në fund me këto për përfundoj, keni frikë Allahun, atë sa keni mundësi, dhe më thonë mundan ju, me i praktiku ato atë sa keni mundësi, edhe lehtësimet, ju se cili e shen, ose e len më gjiku nga njëherë, zemrën e vetë të kësheshtja e lehtësimet. Allahu ju shpërblef për ndëgjimin, më bëni halal nëse kom gjatë, وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم